faut pour passionner. E mbanin më në Zotin Ibrahim, dyqanin e tij nga ora 8:30. Monodrama me titull Zoti Ibrahim dhe lulet e Kuranit u shfaq mbrëm në Gjakov, të cilën e interpretoi ashtu siç di vetëm ai të përcjell emocionet tek publiku, aktori i mirënjohur Mirush Kabashi. E gjithë esenca shpirtit njerëzor, të gjithë poetët, shkencëtarët, letrarët, unë edhe atë e shikonja në errësirë, morë mojësi. Ai theksoi se ndihet më i lumtur kur interpreton në vendin nga dhe ka prej ardhjen, qytetin e kulturës dhe artit, Gjakovën. Edhe baba yt më tha, ordëra, o më falë. Më falë, baba i mojësi o desha të them. Mua më vjen shumë mirë që startova në Gjakov. Unë e di se që janë gjakovarët. Edhe një nga ato pjesët e krenarisimi që janë prej këtij qyteti është edhe fakti që janë shqimtarë. Dhe më thënë, në qofë se do të provosh një gjë që është vërtet e vlefshme apo jo, jipe në këtë sallë. Edhe në qofë se këtu të ndjekin, do me thënë që është diçka. Ngjitemi edhe vështeshje. Çfarë do të thuaj? Monodrama bën të fjalë për të reun Çifut që jetonte në një lagje të Parisit dhe i cili nuk mund të gjente ngrohtësinë familjare tek prindrit e tij dhe e gjen mbështetjen tek dyqanxhiu i lagjes së tij, i cili është musliman dhe jetës së djaloshit i jep kahje tjetër dhe i hap syt për të parë botën siç është në realitet. Mas që e lexova e kuptova magjinë e kësaj, kuptova mesazhet jashtëzakonisht njerëzore për të cilat kemi nevojë. Faktin që flitet për njerëz si lek, fakti që flitet për norma morali, fakti që flitet për pasuri shpirtërore, sepse shoqëria shqiptare si në Kosovë, si në Shqipëri e dhënë pas si thua fitimeve ekonomike ka harruar pasurinë më të madhe që ka njeriu në jetë dhe që është pasuria shpirtërore, ajo që lën mbrapa emri. Dhe mendova se ndoshta këtë gjë duhet t'ja them bashkëdhetarëve të mi. Kjo monodramë është realizuar sipas novelës së filozofit dhe dramaturgut Erik Emanuel Schmidt dhe u shfaq në kuadër të neteve frankofone të mbështetur nga ambasada franceze. Në mesin e publikut të shumë në sallë ishin edhe kryetaria e komunës Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministri Behxhet Pacolli, ambasadore franceze Mariu Daviet, si dhe përfaqësues tjerë komunal. Shumë mirë njohës. Zonjës Maris Daviet që është këtu ambasadore e Francës. Jam që ma janë të mundësi për të realizuar të rëndër të këtë eksperiencë time modeste, ta paraqisja në dritët e skenës së qytetit përjardhjes time të Gjakovës. Dhe më mrapa edhe në Prishtinë.